do të ndërtohet një fabrikë e gazifikimit. Ka ekzistuar më herët. Pa diskutim që duhet të ketë njësi të reja gjeneruse. Do më thonë, mirë po, aktualisht për të qenë me fleksibil, për të arritur që të kemi energji të mjaftueshme për të furnizuar qytetarët e vendit dhe të mos varmi nga importi, lëvizja vendosje veç e ka fillu realisht përmes Keku, se Keku është kompanie e pavarur në këtë rast, mirë po veç ka fillu rehabilitimi i njësive gjeneruse të Tërmzdarit Kosova B. Tash njëri blok vetëm është në rehabilitim e sipër, njëri është rehabilitu vitin e kalum ku ju ka shndru turbina, ndërsa vitin e ardhshëm do shkojë në riparim general, dhe Kosova B do të ketë dikon 20% plus kapacitete, do më thonë i shtohen kapacitetet shkon në prag, do më thonë shkon në kapacitetet fillestare që i ka pas kur është shku në funksion përkatësisht në vitet 83-84, dhe do t'i shtohet edhe gjatësia dikun për 20 vite. Pastaj, paralelisht me këtë, ka fillu edhe procesi i rehabilitimit të thellë apo revitalizimit të njësive gjeneruse të Kosovës A, përkatësisht është në proces të tenderimit njësia A3, pastaj do të fillohet në njësinë A4 dhe A5, dhe të gjitha këto kur të rehabilitohen, do më thonë, do të kenë një shtim prej dikun plus 60% të kapacitetit neto të prodhimit. Lëvizjave të vendosje është në shqyrtim e sipër edhe të gasifikimit të Çmyrit. Do më thonë, do të ndërtohet një fabrikë e gazifikimit. Ka ekzistuar më herët në ambientet e Kekut atje, mirë po është mbyllur për shkak të ndotjes së madhe që ka gjeneruar, por me teknologjitë moderne do të jetë ndryshe dhe nga ai kapacitet, pastaj nga ai gas do të ndërtohet edhe një termocentral nga gasi, i cili do të jetë shtys në këtë. Ndërsa janë në implementim e sipër edhe projektet e energjisë së rinovueshme, energjisë së pastërt, do më thonë përflasim e energji nga era, që do t'jenë dikun në total 305 MW dhe të energjisë solare, që janë plus 250 MW, sa tashme janë veç në funksion.